Albanian Files, që shkoi sot në SPAK, është një akuzë për Edi Rama. Nga shumë tekstet e akuzës inkuizicionale që po më bëhet mua. Le t'i marrim gjërat me radhë. Arkitekti Alejandro Aravena, i studios ndërkombëtar Elemental, shkruan në libër se më kontaktoi vetë kryeministri duke më pyetur nëse mund të vija në Tiranë për të diskutuar mundësinë e një projekti. Më pas, më 29 korrik të 2024-s, Edi Rama zhvilloi një konkurs ndërkombëtar në Tiranë, ku është vetë kryetari i saj. Projekti studios që Edi Rama kishte marrë në telefon shpallet fitues, një kull me 100 kate, 300 metrat e lartë në mes të Tiranës. Pra, kryeministri merr vetë në telefon kompanin, bën vetë konkursin, shpall fitues projektin, i del garante për lejen, cakton dhe investitorin. Albanian Files është një akuzë e hapur për kryeministrin, sepse zbuloi se si ai përmes tendrave fiktiv cakton fituesit e kullave qindra miliona euroshe në mes të Tiranës.